Kritikat publike të deputetit së Partisë Socialiste Elisa Spiropali në mënyrën e funksionimit dhe modelit të leadershipit brenda partisë kanë shkaktuar tensione në radhët e mazhorancës. Çështja është diskutuar gjatë mbledhjes së fundit të grupit parlamentar socialist, ku kryeministri Edi Rama ka mbajtur një qendrim të prerë ndaj saj. Sipas burimeve nga mbledhja, Rama i është drejtuar Spiropalit me një paralajmërim të drejtë për drejtë, duke i kërkuar të ndalojë reagimet në rrjetet sociale dhe duke e vënë përballë mundësisë së përjashtimit nga grupi parlamentar në rast përsëritjeje të qëndrimeve kritike publike. Ai ka theksuar se sjellje të tilla ndëmtojnë kohezimin e brendshëm të partisë dhe krijon sipas tij situata të panevojshme. Gjithashtu, kryeministri nuk e ka lejuar deputetin të marrë fjalë për replik, duke u shprehur se përgjigje do të jepte vetë ndaj deklarimeve të saj. Rama ka kujtuar edhe disa raste të mëparshme, të cilat i ka cilësuar si devijime apo qëndrimi i grupit, duke përmendur mungesa në votime dhe postime kritike në rrjetet sociale. Në fund të diskutimit, ai ka kërkuar Spiropalit të reflektojë mbi qëndrimet e saj, ndërsa ka theksuar se Partia Socialiste funksionon mbi parimet e unitetit të brendshëm dhe disiplinës politike. Mbledhja është mbyllur me një bisedë të shkurtër mes tyre. Takimi i zgjeruar ka vijuar për disa orë dhe në të janë raportuar zhvillime mbi procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha dhe kryenegociatorja Majlinda Luka kanë prezantuar ricërinë e negociatave me fokus të kapitullit 24 që lidhet me drejtësinë, lirinë dhe sigurinë. Në mbledhje kanë raportuar gjithashtu edhe drejtues politik të qarqeve, ndërsa janë vënë re mungesa të disa prej tyre për shkak të angazhimeve jashtë vendit. Takimi vjen në një moment kur qeveria ka dorëzuar në kuvend raportin për progresin e integrimit dhe Shqipëria pret miratimin e hapave të radhës në procesin negociues me Bashkimin Evropian.